Ne duhet të pendohemi prej gjunave tonë. Dhe të rizgehemi islamit të vërtet. Jo që shpëna i shërbejnë të tjera, por që është originaliteti i Kuranit dhe i sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jo islam që shëdu në evropianët, se duke i ndjekur evropianët, pra çka pëndodhë në shkollët tona, kjo çka pëndodhë. Se ta ato moti ka ndodhë dhe është ndodhë. Edhe ma keq është ndodhë. Se faktikisht, ne thamë se, për më bo fëmija tërbije, duhet jetë nona dhe baba tërbije. Dhe praktikua si fesë islam. Kër njeri u martohet me bindje për me kriju një familje të shnosh. Jo, martohet se për çështje dashurike, jo se epshore, por martohet me njetë këtë familje të ardhmën e cila do të vazhdon të adhuron Allahun Dhul Xhelal deri ditën e Kiametit.